Adelina Ismaili i ka marrë paret, po Albin Kurti i ka dhënë paret. Është ndryshe krejt kjo punë. Kujna i ka dhënë pare? Adelina Ismaili ka grant për Ministrisë Kulturës. Ka grant? Po, ka marrë grant për Ministrisë Nga Rolla Siku? Po. Si është problem është deklarat Adelinës si është epoka Albin Kurtit? Po natyrisht nuk mund të konsiderohet ndryshe, do të thotë jemi në një ide që e koncept që Kurti është bo ma lëq se sa që në konë politikanë tjertë. Kurti bo ma lëq se sa që në konë politikanë tjertë? Absolutisht. Dëmonë ka përdor gjitha fondet, për shembull mundemi me folë për Ministrinë e Bujqësisë, korrupsionin masiv që ekziston aty me Pecin, i cili realisht... Zoti Peci ka saru të tëna, dere me tani nuk ka, këtu e në gjithjesin bezë në cilësi në aludime, Zoti Abasi. Jo, nuk janë cilësi me aludime, nuk janë absolutisht. Nuk është arrestu, nuk ka ndalum, nuk ka kurgjes, i ka shu vetë... Lasim edhe për arrestimin. I ka shu vetë letra në përgëri. Po folim të Zoti Kurti në aludime që ka pagu. Është shumë... Nuk ka dhon pare, a dhon se cili grand në shkëmbim të Zotit Kurti në përkrajt Zotit Kurti. Këtu janë dy gjona ndryshme, veç ta diskutojmë pak që të punën nuk ka arrestu. Këtu nuk ka sistem drejtësisë që funksionon. As ka Ministri drejtësisë, as nuk ka sistem drejtësisë. Dhe vendosja ju ka zonë Helens që pëthojnë i kini marrë 53 milion euro të autostradë, Zoti Abazi. Ajo është në pjesë të procesit gjyqësor. Pse mësme qenë kjo aludim edhe për Zotin Peci? Edhe për ajo relasi? Aludim, nuk ka më janë fakte këtu. Dëmonë nëse vlau i Fitore Pacollit i ka marrë 100.000 euro, daja i Fitore Pacollit i ka marrë 100.000 euro, ai zotnia që ka merret me... Fitore ato unë i ka mungu të gjithat, me fakte, me argumente. Jo, që ka muhan ato janë dokumentat ministrisë, apo kupton, ka është korrupcion, nëse njerëz të vetëvendosjes kanë punësu tafër në familjar në për institucione prej agjencionit sigurimit të poshtë. Ka ble Zoti Kurti figura publike, Zoti Abazi? Absolutisht ka ble. Adelina Ismaili ka grant nga Ministria e Kulturës, edhe sikur të mos dilte në hapësirën publike, politike, të bën të ftesë, do e bëj ushtrinë me Albin Kurtin, është epoka Albin Kurtit, me qenë fushat kudo, nështë edhe do të konsideroj që normale Ministria e Kulturës e ka bo një grant aty. Ama nuk mundet kështu, do thot Hajrullah Qeku, që ka qenë Ministri i Kulturës, del kandidat për Prishtinë, edhe i përdor gjithë ata cilve ju ka dhonë grante për fushat elektorale. Kuptoni, dëmonë, i jep organizatës ti, jo qeveritare, ma ndryshe i jep me 100.000 euro. Motrës të Abrashit në Prishtinë i jep me 100.000 euro prej Ministrisë Kulturës. Çka është kjo? Kjo është blerje e votës, nuk është gjatë tjetër. Po, nëse po më pyetni në cilin kontekst është thënë kjo, është thënë në kontekstin e 25 milionëve për studentat. Është bën në kontekstin e favoreve politike për votime, që janë format e lloçit ballkanik. Kurti nuk ka dol standardi i një lideri edhe një koncepti politik cilin e ka premtu, është kthy në lloç ballkanik, në blerje të votës, çashtu kontrabandim, sikur me Adelina Graincën. Jo emri Adelinës, prapë mos keq kuptohet, nuk është ideja e Adelina Graincës, është lloçi i Kurtit që po përsërit edhe ma keq formën e degradimit demokracisë. Ashtu i zakonshëm se kurse të thëllë politikanë Zoti Kurti me veprimet e fundit. Edhe ma keq, edhe ma obstruktiv është ndaj demokracisë. Jeni bindur që po konsiderohet sukses, se vetëvendosja është në 12 komuna, Zoti Abazi, në ballotazh. Konsiderohet sukses, konsiderohet se si shkohen ky rezultat për vetëvendosjen, në qoftë se nuk kishin qenë parat për studenta, që dulën edhe këto grande? Normalisht, krejt është blerje e votës. Pse cili është koncepti i qeverisës në Gjilan, ose në Shtime, ose në Kamenicë, ta zonë. Cili është qaj koncept qeverisës që ty të bindë si qytetar që këtu pas ka sukses edhe pas ka diçka ndryshe prej përkundrazi. Nëse krahasoni ta zonë Gjilanin edhe Gjakovën, Gjakova është me 1000 kilometra larg në konceptin qeverisës e në suksese, edhe përkundër faktit që është sabotu prej lëvizjes prej kryeministrit. Gjitha komunat që nuk kanë qenë të udhëhequra nga vetëvendosja. Po, 12 komuna lëvizja vetëvendosja është në ballotazh Zoti Abazi. 12 komuna s'kanë mujt në blek krejt njerëz me marrë grande. Ka marrë disa figura, disa gazetar, që dulin dokumentat, disa asit, disa bojq, disa... Asin nuk ka, diska që ka mujt me ndryshu. Janë subvencionime të cilat realisht jenë të e mirëmbojt fukarallëku në këtë vend. Suksesi vetëvendosit të zjedhë si pas është blerja votës? Absolutisht, nuk është edhe sukses. Çfarë suksesi është kjo? 12 komuna, Zoti Abazi. Gjilan është në ballotazh. Dëmon partia që është në pushtet 5 vjet shkon në ballotazh në Gjilan. Prishtinë është në ballotazh, Prizren është në ballotazh, Mpej është në ballotazh, Gjakova është në ballotazh, në Ravec është në ballotazh.
në Mitrovica është në ballotazh, në Fush Kosovë është në ballotazh, në Kaçanik është në ballotazh, në Viti është në ballotazh, në Nobilis është në